dikur marshimin i cili ka nisur që prej orës 9 në fakt ky marshim ose protesta në total ka nisur që prej orës 17:00. Jemi bashk me të ftuarit e Tleva Merko, Andon Kume, Faik Basha dhe në është bashkuar Ezard Kthupi në këtë pjesë të dytë. Faleminderit që erdhe. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Të të pyes ishe në protestë dhe nga protesta? Jo, sot jo, po. Gjithë ditë e diel sot. Dhe duhet marrin pak frymë protestuesit për qenë më të fortë, apo nuk është ky slogani, për të marrë frymë për qenë më të fortë në ditët në vazhdim, se më shumë nesër është. Jo, po burimi të shkuarit në protestë fillon gjithmonë nga familja, kështu që shpenzojmë një gjysmë ditë me familjen që pastaj të shkojmë protestë dhe të mbrojmë familje. Shumë interesante. Rezard, pse po proteston? Pse? Po. Nuk të del koha. Ma për ti je një shumë mirë ekranin. Fizikisht nuk të del koha për të në gjitha shtyp, se çado, nga krimi organizuar, korrupsioni, incineratorët, rjolli, gërdeci, zvërneci, nuk mbarojnë, nuk është ky problem. Më e madhja për ty? Shpresa. Shpresa. Protesta është të vërtet proteste qytetarëve, me gjitha është proteste një brezi të ri, i cili nuk donë më të vazhdojë të jetojë në një vend nga i cili duhet iki, se nuk ka alternativë tjetër. Nësot jemi në pikë në cilën një brez që është brezi atyre që ishin të munguarit e mëdhej të politikës shqiptare apo të përjashtuarit, ka zbritur në shesh për të kërkuar atë që është e drejta vetë. Të jetojnë në Shqipëri dhe të ketë ardhur në Shqipëri. Deri më sot kemi pas një fenomen shumë të habitshëm. Ti kishe 3 mundësi në Shqipëri. O të iki nga Shqipëria, o të heshtje, o të konformohesh e do të bëhesh palë me pushtetin. Dhe gjithë këta që sot i kenë shesh, protestonin individualisht në një nga këto 3 forma. Sot kemi kaluar nga kjo protesta e unit, unë protestoja i vetëm ke kafja në Facebook, duke sharë, duke ankuar, ke protesta e grupit. Nga unë jemi bërë ne. Sot jemi ne që protestojmë. Kjo është arritja më e madhe e mundshme që mund bënde protesta. Tani unë do bëhem pak përsëritse me pyetjet, duke qenë se me panelistet në fillim e bëra këtë pyetje, por secili e ka vështrimin e vet për mënyrën pse po proteston, kështu që ti je avokat me profesion, jurist, ke qenë dhe je angazhuar politikisht, po ashtu? Edhe kjo, 2 nga 2. Jam korrekte për informacionin që kam për të ftuar. Ky marshim është fantastik. Elektrizues, energjizues, qytetar, pajisor, kemi thënë gjithë bien për gjitha dakord. Por pyetja e shumë qytetarëve, të cilët ndoshta edhe janë aty dhe nuk janë pjesë e protestës, është si do shëndrohet, çfarë do shëndrohet, ose çfarë kërkon të sjell për nëse nuk arrihet dorëheqja, se pse mos arrihet dorëheqja? Se nuk e kuptoj këtë pjesën në gjithë ecme këtë nocionin që dorëheqja nuk do arrihet. Jo, më do arrihet dorëheqja. Dakor, e bëm skenarin e dhënies së dorëheqjes për krimin e një. Është vetëm skenar, nuk ka skenar tjetër. A s'ka tjetër? Jo, ky është skenari. Si do të vazhdoj? Protesta do vazhdojmë në këtë format mendoni për të dhënë dorëheqja nga zoti Rama? Do vazhdoj deri në 2 skenar të mundshëm. Skenari i parë që zoti Rama ndërgjegjësohet që nuk mund të vazhdojë të jetë kryeministër për sa kohë qytetarët në shesh. Po nëse nuk ndërgjegjësohet? Atëherë duhet ndërgjegjësohen ato që japin 71 mandate zotit Rama për qeverisur. Që do thotë? Që nëse në Parlamentin e Shqipërisë zoti Rama nuk ka më 71 mandate për të miratuar ligje, nuk e qeverisë dot më vendin dhe nuk do të arrijë objektivin madhor ëndrrën e Ramës për ta çuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Dhe një pyetje, me që ma solle këtu në vëmendje largimin e deputetëve. Nëse nuk ndodhe para... Ndoqe pak minuta më përpara, zonja Koçeku bëri një deklaratë në cilën ajo tha që jam e pavarur. Besoj një deklarata është qartë e transkriptuar, nuk jam më deputet e Partisë Socialiste. A është ky një këmban alarmi që mund t'i largohen dhe deputet të tjerë? Mendoj që është krisja e parë e digës. Gjithmonë ka nevojë për një shembull, ka nevojë për një person që jep shembullin personal për dalë nga rreshtat e partisë dhe për të bashkuar me atë që është politika e turmës në këtë rast. A mendon që do arrin deputetët, se po drejtoj ty shumë pyetje me që me të ftuarit pak a shumë këtë pjesë e kam konsoliduar gjatë pjesës së parë të bisedës. Mendon që deputetët e Partisë Socialiste janë totalisht të pavarur për t'ia dhënë këtë shuplak politike në thonjza zotit Rama? Nuk ka nevojë të jenë të pavarur, mjafton të jenë kurajozë. Dhe këtu nuk bëhet fjalë vetëm për deputetet e Partisë Socialiste, bëhet fjalë edhe për deputetet. Të pavarur nga linja politike gjithmonë, Po sigurisht jo të pavarur, por nuk ka nevojë më të jenë të pavarur. Dinjitozi vendosin çfarë do lloj emri duash ti. Deputetët 140 deputetë që ti ke në parlament kanë 2 opsione. Opsioni i parë është dëgjojnë zërin e turmës që është në shesh dhe kërkon dorëheqjen e kryeministit Rama dhe një fund të tranzicionit, sepse nuk është vetëm çështja e dorëheqjes. Çështja është ku duam të shkojmë me dorëheqjen, që është ndryshimi i një sistemi politik në Shqipëri që ka prodhuar këtë status quo ku ti je. Dhe dyta është dëgjojnë zërin e partisë. Nëse do vazhdojnë të dëgjojnë zërin e partisë, protesta do vazhdojnë të rritet, në fund fare presioni do bëhet i padurueshëm për Ramën.
Dhe bashkë me Ramën do bien dhe gjithë ta që vazhdojnë të mbajnë Ramën në këmbë. Kush e mban Ramën në këmbë? 71 deputet që janë në parlament. Këta e mjafton që Rama të ketë, mos ketë 71 deputet në parlament, dhe kjo qeveri nuk është me aftë qeverisë vendit. Mbaron mandati i Ramës, mbaron mandati i këtij parlamenti, dhe shkojnë drejt një qeverie të re. Është skenar ambicioz ky yti. Është skenar i bukur. Dhe është i vetmi që mund të pranoj turma poshtë, sepse nëse ti shikon njerëzit nuk kanë dalë më as për zvërnetin, as për një çështje të caktuar. E tham, janë secili ka kauzën e tij. Unë kam dalë për gropat autostradës Durrës-Tiranë për shkak. Nuk qenë se bëj ditë për ditë dhe më bezdis fakti që ka aq shumë gropa, dalë dhe protestoj për autostradën. E has edhe unë atë problematik. Jo se ka ca gropa që mund të biesh brenda në autostradën. Është të mëshme, jam shumë dakord me ty. Nuk është problemi ka arsyet, problemi është çka kërkohet. Dhe ajo që kërkohet është fund i një epoke. Përveç çka kërkohet dhe mekanizmi, se për te unë nuk dua të bëjmë një bisedë idealiste. Do duhet ta bënim shumë praktike edhe thjesht për ta kuptuar. Është fare praktike. Se ju jeni profesionistë fushatuar dhe mund ta shpjegoni aq mirë për ata që po na ndjekin dhe aq thjesht. 140 deputet në parlament, 139. 138 që t'jemi të sinqertë se Rama dhe Berisha nuk presin të bëjnë lëvizje të tilla madhore. 138 deputet në Parlamentin e Republikës së Shqipërisë kanë dy opsione sot që flasin. Një opsion është dëgjojnë qytetarët që kanë dalë në shesh dhe që kërkojnë fund tranzicionit dhe ndryshim një sistemi qeverisje. Dhe opsioni i dytë është vazhdojnë të mbështesin kryetarit e tyre të partive. Nëse do të vazhdojnë me opsionin e dytë, turma në shesh do shtohet, dhe në fund fare do jenë kryetarët e partive ata që do heqin dorë nga detyrat që kanë. I dhash pak më shumë hapësirë televizive zotit Thupi, duke qenë se bashkë, sikur se thash, arritëm ta bënim këtë diskutim. Basha